ndërsa në këtë kohë ne po jetojmë një vrasje shprese gati, sidomos në shoqërinë shqiptare. Pyetja e parë është, nga po vjen kjo? Nga po vjen kjo? Ç'është ky pezm? Ç'është ky dëshpërim që shfaqet në shumë forma? Unë gjithmonë në këto diskutime që po bëjmë, gjithmonë ju referojmë edhe rrjeteve sociale, sepse ato sot janë bërë një termometër, janë bërë një test i treguesit të trendit psikologjik të shoqërive tona. Po, jeni e lutur që të flisni për këtë aspekt, duke u respektuar si elementi femër. Faleminderit. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj për emisionin dhe për gjithë kontributin e juaj prej vitesh. Do doja të ndërlidhesha me fjalinë tuaj të mëparshme, çfarë po ndodh me shoqërinë tonë, përderisa shpresa është diçka që është shumë e rëndësishme për njeriu në veçanti dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Në fakt, do mendoja ose do thoja që shpresa është pikërisht shpirti, qoftë i individit edhe e asaj shoqërie. Jemi duke jetuar në një kohë vërtet, ndoshta nuk jemi në fush betejë në një lufte, por jemi në një kohë shumë sfiduese, që kemi problematika të ndryshme. Ndoshta jemi edhe në një kohë shumë komerciale, që çdo gjë duhet shitet dhe të blehet, çdo gjë ndodh me sfida shumë të mëdha dhe me vështirësi shumë të mëdha. Mendoj se disa shoqëri ose disa vende, fatkeqësisht, një nga metodat, mekanizmat për ta kontrolluar një shoqëri ose një individ është t'ia vrasin shpresën ose ta shkatrojnë atë nga shpresa. Por mendoj që kjo mund të jetë një problematik shoqërore, një problematik sociale edhe ekonomike, faktor të ndryshëm, që e bën njeriu ta humbasë shpresën. Por mungesa e shpresës në një formë është diçka që e kontrollon njeriu, edhe njeriu i ka dy zgjidhje, ose të jetë me shpresë dhe të vazhdojë të avancojë, ose dorëzohet. Domethënë momentin që ai do dorëzohet, atëherë duhet pajtohet edhe me gjitha problematikat edhe sfidat që mund të ketë në çdo moment ose në çdo shoqëri. Prandaj mendoj që shpresa duhet të jetë ajo mekanizmi që ta mbajë një shoqëri në lëvizje dhe individin në lëvizje.